Përshëndetje grupin numër 1. Ju uroj një javë sa më të bukur, sa më të mbar dhe ju uroj në tarua kudo që të jeni, vetëm gjëra pozitive të keni. Po marrim këto dy letrat për grupin e parë. Shikoj që kemi letrën e nënës së tokës dhe kemi dhe letrën e Hierofantit. Letra e nënës së tokës, mbretëresha e monedhës, ose si mund të quani juve, nuk e di, më tregon që aktualisht duhet të reflektoni për disa gjëra të brendshme dhe botën tuaj të jashtme, por bukuria është brenda jush dhe shikoj që ke diçka shumë të bukur brenda vetes. Në kuptimin tënd, shikoj që duhet të kesh të ushqesh veten tënde nga ana fizike, botën tënde fizike, burimet e tua financiare. Dikush po mbështetet dhe ushqehet në krahët e tu, prandaj ti duhet të bësh kujdes këtë javë. Kjo javë për ty është të njohësh cilësitë e vetes, të mos lëndosh veten tënde dhe të pëlqesh gjërat që shkëlqejnë si në rroba, si në veshje, si në këpucë, kudo. Kjo javë për ty tregon që nuk duhet të kesh justifikime, bëj kujdes me këpucët që shtyngojnë këtë javë. Të duket pak qesharake, por këpucët vërtet janë luksoze, janë art më vete, por të duhet një arkitekt me stil që të janë këto këpucë të krijuara për ty. Gjithsesi, shikoj që mbretëresha e monedhës ka një dhomë të bukur me lule, ose një kuror më saktë të bukur me lule, dhe shikoj që në duart e saj ka një bukuri hyjnore, ka një tufë me lule, dhe ti je duke I bërë diçka vetes një si tip dhurate. Por, duhet të vallëzosh si një mbretëresh dhe të rëmbesh nga muzika e mirë, nga krahët e një njeriu që mund të të jap mbështetja që mund të të jap këtë javë, por ty do të rëmbej ajo energjia pozitive. Lëshoje energji negative dhe hapi krahët për të ardhmen tënde dhe të kuptosh sepse muzika është kërcimi I anës shpirtërore. Është që të jep një kërcim të vërtet në jetë për të ecur përpara, sepse ke dhe Hierofantin në krah dhe të thotë që çdo mendim që ke ti, çdo veprim që ti ke, shprehe. Thuaja të vërtetën shpirtit tënd. Kuptimi thelbësor I jetës tënde është besimi, besimi gjatë në jetën e përditshme. Ktu shikojmë që Hierofanti ose më saktë kjo letër më tregon që ti tani duhet të shikosh më shumë veten tënde, shikoj që ke shumë teori në mendjen tënde dhe nuk duhet të kesh kaq shumë teori. Duhet ta shprehësh çdo mendim që ke, duhet të shprehësh të vërtetën e shpirtit tënd, atë që ti ndjen, duhet të marrësh shembull nga gjërat që po të vinë në këtë javë, duhet t'i vësh në praktik me qetësi, duhet të jesh korrekte me gjërat e tua dhe po të them që më saktë do t'jap një këshill, sepse nuk kemi shumë kohë, ju grupi 1. Shpeshherë kjo letër lidhet me traditat fetare, lidhet me familjen, lidhet me çdo gjë. Udhëheqja tënde shpirtërore. Për këtë arsye po përfaqëson një lidhje, një martesë, një lidhje të re afatgjatë. Por kjo më tregon ndonjëherë dhe katër shkopin, sepse tregon shtyllat që ka në kënd. Mund të tregoj dy të dashuruarit, mund të tregoj 9 ose 10 e kupave, dhe kjo bën një lidhje shumë pozitive të dyja së bashku, po trajnoni veten tuaj për këtë marrëdhënie dhe kjo më tregon shumë gjëra pozitive për ju. Shikoj që me këtë trajnim që keni dhe këtë edukat që keni kaluar, sepse kemi bërë shumë parashikime, shumë gjëra dhe energjia sapo vjen po ndryshohet për mirë këto kohët e fundit. Shikoj që kemi diçka negative që kemi lënë pas dhe më tregon që tani nuk duhet të keq përdorësh energjitë tua dhe mos e manipulo pushtetin tënd me mashtrimet shpirtërore. Okej? Se do jetë një situatë në javën që vjen që ti duhet të përputhesh me atë që mendon. Kjo letër më përfaqëson që ti ke nevojë për një mësues të brendshëm, okay, që të ndihmojë të dalësh dhe të tregosh se kush je. Kjo është një letër shumë pozitive në fakt, okay, por ti duhet të tregohesh me veten tënde
me botën tënde fizike, me dhëmsur, me mençur, duhet të jesh i respektuar për veten tënde, duhet të gjesh çelësin që të fitosh betejat e tua. Duhet të kuptosh se çfarë janë mësimet, okay? Çfarë janë mësimet? Duhet të takosh njerëz që të japin ose më saktë të japin energji me anën e shpirtit dhe të mbështjellin atë energji dhe të ta japin sa më shumë pozitive. Gjithsesi, unë shikoj që ke shumë element në jetën tënde që janë pozitiv, je ti ajo që duhet të ndryshosh disa gjëra dhe të tregosh rëndësinë e gjërat që po të vinë, sepse universi po të sjell një dritë shumë të fortë, shikon? Po të sjell një dritë shumë të fortë dhe kjo është dhe ajo që ti duhet të bindesh këtë moment, të bindesh veten tënde, bindjet e tua dhe të ndryshosh gjërat në të ardhmen tënde. Me sa shikoj këtu, shikoj që zonja brenda saj, po ta shikojmë këtu, e kemi dhe me shtatzan në këtë letër, më tregon që është një bukuri shumë e rrallë, disa persona mund të kenë një shtatzani në të ardhmen. Është si një energji që theksohet, okay, që theksohet si energji, por ju thjesht duhet të kapni, domethënë, qetësinë, sepse ti je duke u kufizuar her pas here nga njerëz të negativ, por brenda shpirtit tënd je shumë e bukur, sepse ke dhe një tufë me lule, lulet këtu që po vijnë, kemi grurin që sjell një bollok shpirtëror, kemi patat që pjellin vezë, që jemi në një pjellori shumë të mirë, vjeshta, pavarësisht se vjeshta nuk ka shumë bollok nga por kemi ullirin, kemi portokallin, kemi shumë gjëra të bukura, shumë gjëra të mira që kanë të bëjnë me jetën tonë, por ti je një mbretëresh. Mos do rëmbehesh më saktë nga aromrat e mira, nga gjërat pozitive, unë do të thosha që kërcej grupi 1, kërcej dëgjo muzikë, jepi shpirtit tënd një ndryshim të madh në jetën tënde. Kjo është që po më jep kjo letër dhe angjëlli Mikael ma jep të fort që ti ke një hynore brenda shpirtit tënd, ke sekretin tënd më të mirë të bukurisë ju grupi 1. Kjo do më tregoj që duhet të eksplorosh pak më shumë rreth artit, rreth gjërave të bukura, të shikosh ato veprat e tua çfarë ke bërë deri më sot dhe merr energji nga ato gjëra. Që të ecësh përpara, të kërkosh vlerat e vetes. Sa vlen ti në këtë pjesë. Gjithsesi, hapi krahët, do kuptosh shumë gjëra gjatë kësaj jave. Të uroj një javë të mbar dhe të përqafonën e tarua kudo që t'jesh. Mirupafshim.